Përshëndetje miq të dashur të televizionit Alsat, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin në gjurmët si çdo ditë tjetër nga ora 15 deri në 16. Ekrani ka pjesën e rezervuar për këtë emision i cili në fokus ka shoqërinë, ka ndryshimet, ka gjithçka që e përfshin në fakt shoqërinë e Maqedonisë së Veriut, por jo vetëm. Ne deri tashmë siç e dini kemi folur për shumë ngjarje të rëndësishme, kemi përfshirë shumë zhvillime dhe ndryshime të rëndësishme edhe këtu në emision dhe sot jemi pak për të folur në aspektin psikologjik dhe në aspektin social, kështu do i kombinojmë pak të dyjat dhe ligjor, për të folur për atë se pse ne këto ndryshime për cilat ne kemi diskutuar, vazhdohet, diskutohet, i kemi pak të rënd t'i pranojmë. A ka të bëjmë me individët në shoqëri, apo ka të bëjmë me shoqërinë si të tillë si që jemi ne këtu në Maqedoninë e Veriut dhe më gjerë? Do kemi në fokus ligjin për duhanin, Safe City-n, i cili do hyjë në fuqi nga një shkurtis, na ka mbetur edhe shumë kohë për të mbledhur mendjen dhe për të vozitur siç duhet dhe me rregulla. Kështu që gjitha këto ligje duket sikur popullata shumë shpesh ne kur i bëjmë ato vox popet, ato anketat, qytetarët janë të revoltuar, nuk duan t'i pranojnë, thonë që po ç'na duheshte kjo, kurse në raste të tjera po të flasim për veten e tretë, sikur për një shtet tjetër apo për diçka tjetër që s'na prek neve, jo gjithmonë komentet janë të njëjta. Kështu që për të folur mbi këtë, se pse ne nuk i pranojmë ndryshimet ose pse është aq e rëndë të pranojmë ndryshimet dhe t'i adaptojmë ato në jetën tona, së bashku me mua këtu në studio është Fatime Ziberi, psikologe, profesore universitare, me cilën kështu do t'i hyjmë pak në detaje kësaj teme. Mirë se na erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Do flasim pak për ndryshimet, unë du di ju personalisht sa i mirë pritni ndryshimet në jetën e juaj. A i keni qejf ose cilimet që jeta na i sjell, apo e doni atë le të jetë një standard? Unë personalisht, do më thënë jashtë profesionit, i pranoj ndryshimet, po në fakt, kur i pranon ndryshimet, është një shenjë maturimit. Dhe kjo besoj se është individuale për çdo person. Profesionalisht, ndoshta edhe profesioni më ka ndihmuar që të t'i pranoj në mënyrë më fleksibile ndryshimet, për shkak se njeriu është i tillë që natyra e njeriu është e tillë që është mësuar me një, të themi, me një safe zone, atë zonën e komfortit që i ka krijuar dhe nuk e ka të lehtë të del prej atij. Më thënë, dhe ne zakonisht në aspektin psikologjik e shohim si diçka të pavetdijshme, se e ke parasysh kur e merr një rutinë, e përvetëson atë rutinë, të bëhet shprehi, të bëhet rutinë dhe të bëhet pjesë e personalitetit tënd. Të tjerët e shohin, po ti nuk e sheh. Në fakt sepse është diçka që është mësuar dhe përsëritet dhe përforcohet. Kështu që të themi, edhe në aspektin personal, ndryshimet që i kam pranuar e shoh edhe vërej nga vetja ime, kohëve të fundit më fleksibile. E them, ndoshta edhe është puna e moshës, maturimi, puna e profesionit, për shkak se kur je në thelb më i kupton gjërat më ndryshe, je edhe më mendje hapur, i pranon gjërat për shkak se e mendon, domethënë i analizon të gjitha, nuk e sheh vetëm rezultatin final, po i analizon të gjitha dhe mendoj nëse fillosh nga ajo që po ja vlen, atëherë normal se njeriu do ndryshoj. Edhe unë e kam provuar, e kam parë te vetja se funksionon. Kështu që besoj se dal nga dali dhe shoqëria do vedisohet për disa gjëra. Ju përmendet një diçka shumë të rëndësishme, maturimi. Nuk është i rëndësishëm vetëm në pranimin e ndryshimeve, por në gjithë mënyrën e jetës. Mirë po, maturimin fatkeqësisht nuk mund ta vendosim dhe ta përgjithsojmë për një shoqëri. Nuk mund të themi që një shoqëri është apo nuk është e matur, se i bie t'i fusim gjithë me një thes. Ashtu është në fakt, për shkak se unë e përmenda maturimin në aspekt individual, po tash kur e themi maturimin, jo domosdoshmërisht e mendojmë për moshën kalendarike, kupton? Maturimi do të thotë kasha, tash edhe hulumtimet e fundit nuk e përmendin më inteligjencën, po thonë maturimi, për shkak se me maturimin kuptoj gjithçka. Kupton aftësitë mbrojtëse, kupton aftësitë e adaptimit, kupton aftësitë kognitive, gjithçka kuptohet. Edhe me të drejtë e pranojmë të gjithë ne tash në atë frymën e re të psikologjisë të hulumtimeve, pranojmë se, domethënë, maturimi është edhe inteligjenca e njeriu, domethënë gjendshmëria e personit në situata të ndryshme. Nëse kjo nuk do quhet maturim, atëherë e kupton, do të thotë po të kërkoj maturim kolektiv është pak e vështirë, është sikur ajo që themi neve na duhet një vetëdijsim kolektiv. Okej, është në rregull, po është e lehtë të thuhet, ndërkaq që në vepër është pak më e vështirë, për shkak se unë jam një tip që pranoj ndryshimet. Tani mos më për të madhe, po të marr ty si shembull. Ti ndoshta je më rezistent, nuk i pranon ndryshimet. Ai tjetri mund të jetë pak më fleksibël se ti, po jo aq sa unë. E tani ne duam të gjejmë një mesatare. E kupton? Edhe i shohim edhe faktorët e jashtëm që ndikojnë në këtë.
Sepse ndonjëherë njeriu neve sado që të duam të ndryshojmë, nëse faktorët e jashtëm nuk janë motivues dhe nuk janë nxitës për ne do të stagnojmë, edhe do e pranojmë përsëri dhe u themi nuk ja vlen be, më thënë u mundova gjithçka bëra, kaq prej meje, do jetoj si të tjerët, do nështrohem të themi ligjeve dhe ato gjerave tjera dhe kaq. Do thënë për maturim kolektiv është pak më e vështirë, për shkak se ne jemi individ, dallojemi, kemi karakteristikat tona, po edhe ajo shenja rezistencës është një shenja e maturimit. E kupton era, mos reagimi do ishte shqetësues. Këtë rast. Po ne ndoshta edhe do e prekim edhe këtë pjesën e mos reagimit, mirë, po për shkak se nuk mund të flasim për një maturim kolektiv. Atëherë në aspektin psikologjik, si sqarohet ky momenti i kësaj rezistencës së popullatës, sepse ne po flasim për ligjin antiduhan, që është ligji i cili ka për qëllim të na mbron shëndetin, sepse dim që duhani dëmton mushkrit tona dhe dëmton shëndetin. Kemi ligjin për Safe City, sërish ligji i cili synon që të vozisin brenda rregullave që kanë ekzistuar më parë, po tashmë ne sankcionohemi nëse i thejmë. Dhe siç e dim, një sistem i tillë ekziston edhe në shtetet evropiane, na kanë treguar, na kanë sqaruar edhe bashkëqytetarët tanë që jetojnë atje. Pse kemi këtë rezistencë nga gjërat e reja? Është shumë e thjeshtëra, për shkak se njerëzit janë të friguar nga e panjohura, është diçka e panjohur për ne. Ne kemi dëgjuar rretheti shumë mirë, na kanë treguar për shembull familjarët, unë mbaj mend para ndoshta 10 vite, ndoshta ka. Një familjar jemi shok thonte pa më shkuar unë në shtëpi më vjen, domethënë ajo dënimi që kam vozit dhe kjo diçka ishte për neve diçka e paarritshme. E them, jo se s'bëhet kjo tek ne, kupton. Edhe ato bindjet tona që ne krijuam se ne jemi një shoqëri e vogël, jemi një shoqëri e mbyllur, nuk kemi shumë, nuk i pranojmë shumë këto gjërat, nuk kemi kapacitet teknologjik, nuk kemi këtë kapacitet, nuk kemi atë kapacitet, edhe u mësuam me këtë të vërtet, të themi me këtë realitet që e krijuam vetë. Po në fakt, kur vizitorim vende tjera, jo se nuk e shifnim, po ne vetë si persona nuk e kishmi përjetuar dhe nuk kishmi vendosur para situatës se po do të ndodhe çka pastaj. Më thënë, ajo friga nga e panjohura, se çfarë do të ndodhë, kjo besoj se është shkaktauri më i madh i rezistencës, mandej edhe varen edhe interpretimet si bëhen. Kupton, nëse diçka është e panjohur dhe ti nuk ke informata dhe ti nuk e din dhe të bie si model, të themi si kallëp dhe ti vetëm e merr atë dhe përvetson pa mos e përpunuar dhe pa mos e kuptuar, normal se vetvetiu spontanisht do krijon njerëzit rezistent për shkak se mendojnë atë e shohin sikur u cënohet diçka. Më thënë, pritë se ti po më cënon diçka, unë nuk di, nuk kam informata, nuk e di si funksionon, më thënë, ti po më cënon diçka, po më jep diçka, po në fakt edhe më merr diçka. Tani po flitet shumë në aspektin ligjor që themi, që thuhet, nuk jam unë aty eksperte, po e kam dëgjuar kështu në përlajme dhe debate, të dhënat personale. Tani, normal, çdo njeri do kishte rezistuar, më thënë, çdo duhet, më thënë, disa të dhëna të mia personale, ti ke çdo kush ose nuk e di kush do i lexoj ato ose nuk e di se do interpretohen. Do të ka shumë elemente këtu, ndoshta janë pak konfuze edhe për shoqërinë, ndoshta edhe nuk kishmi aq të përgatitur, të themi, përsëri vim taj maturim, nuk kishmi aq të përgatitur si shoqëri, se po diçka e tillë që ka ndodhur dhe po ndodh në vende tjera do të ndodhet te ne për shkak se nuk e kemi llogaritur veten të përgatitur. Tani shumica mund të thotë jo, nuk janë kushtet e tjera të gatshme për të bërë këtë, thotë përsëri kemi një frikë këtu. Njerëzit janë, rezistencës një shenjë frikës. E para, nuk e di për çfarë bëhet fjalë, dita do më rrezikohet më diçka, tani përmenden dënimet, paraja, ndekën, gjitha këto e ndjej sikur rrezikohet sigurimi, duhet, është paradoksale, kupton? Nëse ne themi për Safe City, tani unë mund ta mendoj se po më rrezikohet siguria ime personale, financiare, kështu me radhë. Kupton, janë gjëra të lidhura që unë jo ndoshta edhe profesionalisht po jap të drejtë edhe njerëzve në këtë aspekt për shkak se është diçka e panjohur dhe njerëzit normal duhet të kenë derisa ishte mirë ajo periudha që ishte testuese dhe besoj vazhdon deri ti the edhe vetë të mbledhim kokën në mendën dhe të bëhemi më të përgatitur, po mos të merret si imponim, për shkak se njeriu e ka atë natyrën e vet që është, të them, free mind, don të jetë i lirë, dhe tani kur të vjen diçka që domosdoshmërisht ti duhet ta respektosh, duash, është spontane, është shumë humane, është shumë psikologjike që ti ta ndjesh pak atë presionin mbi kokë, sepse e din se dikush do të vëzhgojë. Në këtë rast janë kamerat, janë diçka e jashtme, eksternale që
jo se i motivon njerëzit të respektojnë, po i motivon pak në rebelim, të themi, pak në këtë rezistencë, pak në këto mendimet të cilat kemi nga më të ndryshme, derisa të kuptohet se çka në të vërtet, do të thënë, është qëllimi. Dhe besoj se me kohë njerëzit do ta kuptojnë. Dhe gjithë ajo rezistencë, gjithë ajo frikë, për shkak se është momenti që unë ta përjetoj dhe ta shoh se prit se nuk pas ka qenë aq e frikshme sa që e pas ka menduar. Prit se, do të thënë, kjo varet nga me, nga unë. Pasi që edhe njerëzit tani si e kuptoj unë dhe ashtu si e interpretohen disa gjëra, mendojnë se unë më nuk do e kem vozitjen në kontroll. Tash dikush tjetër duhet më tregoj mua sa të vozit. Më në fakt, kur e mendon ti përsëri ti e ke në kontroll. Se ti ai që e mban timonin dhe ti ai që e shtyp, domethënë, të themi shpejtësinë. Tash derisa ti e ke në kontroll, domethënë nuk ta merr askush kontrollin. Psikologjikisht nëse i shohim gjërat, po këto janë pak gjëra që duan pak më të themi një mendje më të kthjellët, që duhet më shumë të mendohen dhe normal, në këtë jetë dinamizme jo se njerëzit kanë kohë të mendojnë dhe t'i shohin më detajisht gjërat. Ne do të vazhdojmë flasim sidomos tek frika dhe kjo frika nga e panjohura, por shkojmë pak me publicitet dhe rikthehemi sërish në studio për ta vazhduar bisedën. Ja ku po rikthehemi sërish në studio pas publicitetit dhe do e vijojmë aty bisedën. Në fakt psikologja na tha që frika nga e panjohura na e shtin, është ndoshta ajo shtysi kryesor për këtë rezistencën ndaj këtyre ligjeve të reja, ndryshimeve dhe në fakt po ta shohim shpejtësia 50 km/h, që është ndoshta më problematike për ta mbajtur, ka qenë gjithmonë aty. Ato tabelat, shenjat sinjalizuese kanë qenë gjithmonë aty, por ne kemi pas mundësinë të mos i respektojmë derisa s'ka pas polic aty. Ashtu pra. Kështu që përse ne në vendi e dim, sepse ne kishim tragjedi shumë të mëdha që na ndodhen në vitin e kaluar, dhe e dim që po të vozisim më ngadalë, ndalin veturën, kontrolli është tek ne, siç e thatë ju. Po edhe duke ditur që janë në të mirën tonë, përse ne vazhdojmë dhe rezistojmë? Ka diçka këtu brenda neve që ndoshta ne s'duam ta kemi të kufizuar lirinë dhe duam të veprojmë siç duam ne? Po pra, ajo që thash me humbjen e kontrollit, për shkak se e ke parasysh, themi, unë e kam kontrollin në dorë, unë mund të vozis apo mund të shtoj, domethënë, shpejtësinë, mund të vendosi të ndalem, të respektoj rregullat apo mos të respektoj rregullat, por në fakt kur të vjen kjo nga jashtë, domethënë atëherë merret si imponim. Dhe këtu është krejt problemi, këtu është krejt çështja, për shkak se e the shumë mirë, është e qartë, është mbrojtës, shenjat kanë qenë aty. Unë e thash edhe duke folur ti, po kush i ka pa, shumë herë edhe i kemi te kaluar, nuk i kemi parë, edhe kur s'kemi parë polici jemi gëzu për shkak se nuk është aty askush për të na dënuar, domethënë ashtu funksionon sensi jonë, po dhe jemi që në fund kemi përfunduar të kënaqur sepse ja kemi arritur qëllimit. E tani këtë arritjen e qëllimit dikush na rrezikon, e ke parasysh, tani nuk mund ta bëjmë atë që kemi bërë çdo herë, tani duhet të jemi pak më të kufizuar. Pse? Për shkak se nuk vjen nga unë, nga dëshira ime, nga vullneti im, po vjen tani nga se është, domethënë, është diçka një normë ligjore që unë detyrimisht jam i detyruar që ta respektoj. Dhe kjo fjalë detyrimisht i prish pak punë njeriut. Është edhe një shprehje, rregullat janë për t'u thyer. Po pra, sepse e kupton, askush nuk don kontroll. Të jemi së sinqert, as mua nuk më pëlqen as ty, as askuj tjetër nuk është se të pëlqen dikush të mbajë gjithmonë në kontroll, apo të theq, bëre këtë, bëre atë. E ke parasysh si fëmijë, tash pak nëse bëjmë retrospektiv, çdo herë kur na kanë thënë prindit mos e bëj, ti e ke bër. Sepse kurioshtja ka qenë aty të shoh çka bëhet nëse unë e bëj. Po puna e madhe, e kupton, kështu si fëmijë, me atë logjikën tonë kemi bërë, mos e the diçka ose mos e prek, ne kemi prek, mos e do lëndohesh. E jemi lënduar, po e kemi bërë, do thotë na prej këtu fillojmë, prej në fëmirinës se isha gjë prej këtu fillon se, më thënë, ajo që mua ti të më kontrollosh, nuk ta jap unë këtë, a kupton, do gaboj, po unë jam ajo që e bëj ose nuk e bëj. Dhe kjo, më thënë, këto shtytje, këto forca janë të mbrëmshme ra. Nuk janë diçka që ndryshohen lehtë, po në të shumtën e rasteve njeriu nuk është edhe i vetëdijshëm dhe shpeshherë ke parasysh për njerëzit impulsiv themi shumë shpejt reagojnë. Dhe ata nuk janë të vetëdijshëm se gjithmonë reagojnë shpejt. Ata në bazë të perceptimeve të vet ata reagojnë shumë normal dhe shumë mirë. Ata gjithmonë kanë të drejtë. Po në fakt neve si i shohim nga jashtë nuk ka pat nevojë për aq reagim impulsiv. Po është pjesë e tyre, pjesë e personalitetit të tyre që ata e kanë dhe u duhet shumë punë për ta punuar dhe për ta kuptuar se
është mirë ndonjëherë që të ulet pak kaj niveli impulsivitetit, edhe në këtë rast themi, është mirë ndonjëherë që dikush të na vendos në rregull të thotë çiko, kështu deri sot ke bërë çka të ka dashur mendja, po tani për hir se tani, më thëmë, flasim gjithçka për aspektin individual, po tani e kthejmë në aspektin kolektiv. Tani ti nuk je i vetmi që në komunikacion që do vozisësh. Tani mendoj edhe pak edhe për të tjerët. Domethënë pak tash se deri tani e kemi parë këtë rast si, domethënë, në aspekt individual, ku çdo kush mendon të bëj atë që mendon se është më mira dhe nuk e llogarit pastaj aspektin kolektiv. Kur do kthehemi pak domethënë vëmendjen dhe vështrimin nga kolektiviteti, atëherë besoj se njerëzit do vëdisojnë më shumë. Për atë edhe thashë në fillim, domethënë vëdisimi kolektiv tu ka shumë rëndësi. Pasi që kur une mendoj dhe të mirën e tjerëve, detyrimisht dia vete si qëllim që disa interesat mia individuale, personale, tila anash për të mirën e themi gjithë shoqërisë, sepse jam i vetëdijshme se unë nëse vozis shumë, ose nëse e thej ndonjë rregull, ose nuk respektoj diçka, do e pësoj dikush. Po e pësova vetë, ke parasysh njerëzit në popullat e përdorin një fjalë shumë të mirë, thonë, vetë le të thej qafën, po merr në qafë edhe të tjerë. Domethënë, kjo është logjika e gjithë asaj se në gjitha rastet njeriu është individual. Domethënë, e shef individualitetin para kolektives. Momenti që ne do i shohim gjërat kolektive, pastaj individuale, besoj se nuk do ketë shumë rezistencë dhe shumë gjëra do bëhen edhe me mirëkuptim, edhe me tolerancë, edhe me pajtueshmëri. Sa jo do të thotë, nëse unë tani i shkri disa interesa personale, do pranoj diçka kolektive që nuk do më pëlqejnë shumë, po për shkak se ashtu duhet të jetë, do pranoj edhe unë të sillem si gjithë të tjerat. Diçka për cilën njerëzit që nuk punojnë në psikologji nuk flitet shumë është edhe trauma kolektive një shoqërie, edhe aspekti historik. Sa ndoshta kjo ndikon që ne të mos besojmë në ligje, të mos besojmë në institucione, apo të refuzojmë të bashkëpunojmë me të njëjtët, sepse mos bashkëpunim është edhe rezistenca në një formë. Këtë drejtë të ra dhe mirë që e solle këtu bisedën, shumë ka të bëjë dhe me mos besimin që njerëzit kanë në institucione. Po ka të bëjë edhe ajo të themi trauma e bartur pas gjeneratave, tani të jemi të real dhe të sinqert, deri dje, tani mos ta themi në numër sa vjeçar jemi, po deri dje jemi frikë nga policia. E ke parasysh. Domethënë ti ke frikë nga diçka, nga një institucion që ti të mbron. Po ne jemi friguar për shkak të traumave, për shkak të gjërave që i dim, sistemi në është bartur, po në është bartur, i kemi pa, disa fatkeqësisht i kemi përjetuar dhe nuk fitohet besimi aq lehtë. Tani e kupton, tani është po kush do i shef ato. Po çka nëse hak merret, po çka nëse nuk është e drejtë, po çka nëse nuk është transparente, po çka nëse nuk është reciproke. Domethënë gjitha këto janë shenjat edhe mosbesimit, sepse derisa më thënë, institucioni që është përgjegjës për sigurinë dhe ai është iniciatori gjitha kësaj, nuk ka besueshmëri tek popullata, atë kjo vetëm se rrit nivelin e themi rezistencës. Dhe nga një radhë është mëse e kuptueshme, nëse e kemi parasysh edhe atë që e përmendet ti, për shkak se gjitha gjëra duam apo s'duam ne psikologjikisht mbeten, lënë gjurmë dhe nuk është se mund neve tani ta ndryshojmë atë skemën mentale dhe të themi njerëzve tani mendoni më ndryshe, kupton? Po gjëra duhet të bëhen dhe duhet të shohim në praktikë se vërtet është ashtu si thuhet dhe normal se nuk do ketë gjëra nga të cilat ne jemi frikuar, gjërat që një herë kemi përjetuar dhe kemi thënë kur më mos i pafsh ose mos i përjetofsha. Po besoj kjo është pak më e vështirë për të arritur, për shkak se duam apo s'duam, kujtimet, ngjarjet na kthejnë pas, edhe ato gjitha e bëjmë pastaj veten. Pastaj neve shohim, derisa ka edhe tendenca të kthehet, ndoshta edhe në një aspekt tjetër, atëherë normal se të themi rezistenca rritet edhe më shumë. Për shkak se nuk është njerëzit e shohin se jo shumë transparente, jo shumë të hapur dhe jo gjithëpërfshirëse. Domethënë, është pak edhe selektive, është pak ndoshta edhe lokale, kështu që njerëzit akoma më tepër i kanë dyshimet e veta. Ndoshta edhe të bazuar edhe nga ajo që e përmendëm. Nga edhe e kaluara.
diçka që së fundi më ka rastis, isha në komunikim me një të huaj, jetonte në një nga shtetet evropiane, edhe më thot, a pijet duhani në lokale këtu brenda, edhe unë i them, ekziston ligji, po shumë pak zbatohet. Edhe thot, okay, atëherë do të mos edhe unë këtu, mirë po thot, nëse kjo e njëjta do ishte ligjit në shtetin tim ekziston, edhe unë asnjëherë s'do e lejoja dikë tjetër të të mos të brenda. Unë ndala edhe thash, tek ne, në momenti që ne gjejmë ndonjë zbrastir, direkt e shfrytëzojmë, nuk e kemi këtë mendësinë që ndalu se ti e duke thyer ligjin edhe unë ty s'të lejoj ta thesh ligjin. Pra nuk e kemi këtë parandalimin, po e kemi nëse e gjetë ti një vend ku mund ta tymosh, edhe unë do vi aty. E duam ne kaosin kolektiv apo kaosin në shoqëri, edhe vetëm deklarativisht themi që e duam një Zvicër edhe rendin si në Zvicër, apo ka diçka tjetër brenda? Besoj se kjo më tepër ka të bëjë me sjelljen e mësuar, si mësohesh. Për shembull, i njëjti person, kur shkon në vend tjetër, të themi Gjermani, në Zvicër, atje e sheh se gjithë njerëzit sillen njëjtë, domethënë. Edhe ti nuk mund të sillesh më ndryshe. Pse do vërehesh, domethënë do biesh në si, dhe normal nuk dëshiron ti një gjë të tillë. Edhe ti do përvesojsh, do mësohesh në sjelljen e tyre. Edhe po e kthejmë situatën tek ne, e the edhe shumë mirë edhe vetë. Nëse unë tentoj të gjej një sprastir, pi duhanin, tani nuk du të dal jashtë se është ftohet, edhe shoh ku ka pepelar, aty do shkoj do ulem, edhe pse me ligj është shumë e qartë se në ambiente të mbyllura nuk mund të pish, unë do pi. Pse? Sepse e bën edhe ai tjetri. Përsëri vjem te ai maturimi dhe vetëdijsimi kolektiv. Përsëri vjem tek shoqëria individualistike dhe kolektive, që sot të kërkohet kolektivizëm është pak e tepërt, po për disa gjëra duhet detyrimisht të kërkohet, për shkak se janë për të gjithë dhe duhet bërë nga të gjithë. Tani, ligjet në letër janë shumë të mira, më ka rastis ta shoh disa ligje të ndryshme që nuk e kisha idenë se si janë dhe si duken, por u dëshprova dhe të themi u turprova dhe nga vetja se sa pak i dim dhe se sa pak i respektojmë. Ndoshta ka të bëjë edhe qasja se si institucionet e kanë ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve, për shkak se nëse ka ligje të mira dhe popullata nuk i din, atë më thënë fajet, të themi këtu, t'i ndajmë pak, kupton tash nuk i ka shoqëria të gjitha fajet. Nëse disa gjëra nuk janë bërë në mënyrë transparente dhe nuk e kam idenë, nuk e di se cilat janë të drejtat e mia, atëherë unë do shta të gaboj, do e mësoj, po duhet të gaboj njëherë, pa ta mësoj se cilat ligje kanë dashur të respektohen dhe ku. Të gjithë nga pak, të gjithë nga pak tu kemi faj, po edhe mosbesueshmëria, përsëri vjem te mosbesueshmëria nga ajo që kemi përvojë, nga ajo që është jetuar, nga ajo që pastaj këto vende të vogla si shteti është pak problematike kur duhet të vetë udhhiqet nga njerëzit. Ti mund ta llogaritish në shoqëri që janë mësuar që gjithmonë të jenë të drejtuara, që gjithmonë të jenë të dirigjuara, dhe tani në moment ti duhet të bësh vetë diçka, edhe tani e mendon mundem apo nuk mundem, pastaj e ke parasysh kur marrish disa modele nga vendet të tjera që ti akoma nuk e ke arrit nivelin e tyre, dëshiron të adaptosh aty në shoqërinë tënde, në vendin tënd, po ka disa gjëra që shkojnë, si thonë anglezët, step by step, dhe më thënë shkojnë hap pas hapi, sepse nuk mund ti tani, ajo unë me sa e kuptova, base dolëm tek tema për duhanpirjen, me sa e kuptova tani është shumë më strikte, edhe nuk e di, unë e pi duhanin, për shembull, dhe thash nuk e di se ku kam të drejtë dhe ku nuk kam të drejtë akoma derisa është në debate dhe po flitet, po nuk kam një, më thënë, diçka të qartë dhe të saktë se çka duhet unë të di, dhe çka duhet duhet të mbrohem faktikisht, nëse duhet të mbrohem nga ambientet e mbyllura apo nga ambientet e hapura, nga ambientet publike apo nga ambientet familjare. Do të thotë ka nevojë shumë për transparent dhe për informata të sakta. Po besoj edhe institucionet duhet bëjnë më tepër. Ndoshta të organizohen fillimisht edhe debate të hapura, jo se mua tani të them jam tu subjektive, dëshiroj ndoshta pak edhe ta nga vetja, po në fakt çdo ndryshim, e kapim edhe temën e parë. Për çdo ndryshim, do të jetë më e pranueshme nëse informimi është korrekt dhe i saktë. Do të thënë, shikojra, kjo është prej A deri në Z, këto janë rregullat, këto janë kushtet. Tani,
shifi mirë, lexoj mirë, diskutoj, pyet çka ke për të pyetur, edhe këtu përfundon biseda. Edhe do fillojmë t'i praktikojmë. Kështu besoj kjo qasje ju ndihmon edhe njerëzve të kuptojnë se ku është esenca, por derisa ti vetëm e plason, e thuash kështu, edhe tani normal, reagimi i parë do jetë kundërshtimi. Pse? Sepse unë nuk e di. Nuk di çka flitet, nuk di çka bëhet, nuk di çka ndodh nëse unë nuk i bëj këta. Okej, flasim edhe këtu kemi dënime sigurt me të holla. Okej, tani do e mendoj disa herë përpara se ta bëj, po përsëri disa gjëra do të ngelen të paqarta dhe përsëri vim të ajo që mos transparenta dhe mos besueshmëria sjellin ndoshta edhe këtë të themi jo revolt, po mos pajtueshmëri ndaj rregullave. Apo thjesht refuzimi, mos dëgjueshmëri ndaj autoriteteve, refuzimi për një hershëm duke mos dashur t'i shohim gjërat se si janë, ndoshta sikush mund ta shohë edhe në aspektin subjektiv, unë e shoh nga një perspektivë tjetër, ti mund ta shohësh nga perspektivë tjetër, një profesionist tjetër e sheh. Do të thonë duhet të mblidhen, të themi, disa koka që mund ta japi një përfundim dhe edhe njerëzve, të themi, pastaj tjerë tu lecohen dhe tu qartësohen disa gjëra. Nëse për neve nuk është e qartë, atëherë ne mund ta mendojmë dhe ta imagjinojmë për popullatën e thjesht sa të paqarta janë disa gjëra, edhe pse ne themi dëgjojmë, i shohim, ndoshta më ndryshe i kuptojmë, po përsëri ka disa gjëra aty që janë të paqarta. E tani ky konfuziteti dhe ky kaosi besoj se është i kuptueshëm kur mungojnë të dhënat, mungon besimi, gjithë mendojnë se për disa gjëra nuk jemi të gatshëm, duhet të shkojnë gjërat ngadalë ose të plotësohen disa gjëra tjera, pastaj të vinë kjo, po dikur duheshte të bëheshte. Të themi, më mirë të fillohet, pastaj të ketë kohë edhe për nëse ka nevojë për korekcion, nëse ka nevojë dikundi për ndryshime, kështu që mua më gëzon fakti se këto gjëra fliten. Më thonë, derisa fliten dhe derisa ka reagim, kjo është mirë. Do më shqetësonte atë që thash në fillim, kur nuk kemi reagim, dhe atëherë është ajo, si e themin në psikologjinë e turmave, atëherë është vetëm bindje. Do të thonë ti bindesh edhe aq, vetëm pranon udhra dhe aq. Po derisa njeriu reziston dhe dëshiron ta kuptojë se çka ndodh dhe si do të ndodh, kjo është qenë mirë se ne po maturojmë si shoqëri. Ne si shoqëri nuk mund të karakterizohemi si shoqëri individualiste. Ne vazhdojmë të mvaremi nga mendimi i tjetrit edhe duke u lidhur edhe me këtë mos informimin. A bën edhe kjo ndoshta shtin në zjarr edhe më tepër këtë momentin që nëse familjari jonë thot, jo bre se kush e respekton atë ose nuk është ligjimir, ne a e kemi atë vetdije që të marrim, të lexojmë, të informohemi edhe vetë ndoshta që ta krijojmë bindjen tonë apo i bashkohemi bindjes së tjetrit. Më e lehtë është i bashkohemi. Më e mira do ishte ajo që e the ti, domethënë versioni i dytë, po përgjithsisht neve i bashkohemi asaj të parës, nëse dikush na jep, domethënë atë që e the ti, jo besoj nuk është patjetër të respektohen, ne nuk do ndalemi. Tani varet edhe personi që e thot. Nëse thot një fëmijë, ne nuk do e marrim për të thënë atë fjalë, po nëse kryefamiljari apo një person i besueshëm në shoqëri e thot, atëherë, domethënë automatikisht është një person që ti beson ndoshta më tepër se sa institucionit vetë si institucion shtetëror, të themi. Kështu që është edhe ndikimi social. Mandej unë do të kisha dashur që ndikimi social të kuptoheshte më ndryshe, për shembull, çka do të ndodhë, po si do të dukem unë shoqëri nëse unë i thej gjithmonë jam unë ajo që thej rregulla. Do të thonë, duhet të bëhet themi bartje. Do të thonë, jo të bëhem shembull, të themi për gjëra që nuk duhet bërë, po të bëhem shembull për gjëra që duhet bërë. Do të thotë, pse gjithmonë gishti të drejtohet nga njerëzit që nuk kuptojnë dhe shprehin rezistencë. Atëherë çfarë mungon këtu, do të thotë. Pra përsëri e marrim në aspektin individual dhe themi, do të thotë, nëse unë sillem mirë, dhe ai tjetri do më sheh mua, dhe ai tjetri do më sheh mua, dhe do bëjmë një ndikim social dhe do i lëm pastaj ato që njëri ka thënë mos respektojnë edhe të gjithë nuk do respektojnë, po nëse i mendojmë gjërat më thellë dhe në aspektin, të themi, personal, them, okej, nuk dua unë që të ndjek diçka të gabuar. Dua të ndjek diçka që është në rregull, dhe do jetë shumë mirë kjo pastaj që të nxithen edhe persona tjerë, se gjithçka mësohet era. Domethënë kjo sjellja jonë është gjithçka është e mësuar. Nëse unë mësohem me kaosin, mua më vjen mirë kaosi. Nëse ne mësohemi pa rregulla, na vjen mirë pa rregulla, po duhet të mësohemi edhe
në rregull edhe duhet të mësojmë jashtë atij kaosi dhe jashtë asaj zonës komforti që kemi krijuar, sepse nëse diçka është e panjohur, ka qenë e panjohur deri sot, nuk do të thënë se gjithmonë duhet të jetë e panjohur. Kur do herë ajo e panjohura do vi dhe do bëhet e njohur. Ja, të presim një shkurti është për sa ditë, për 3-4 ditë. Besoj se gjitha ajo friga, ndoshta edhe ajo hezitimi, gjitha ajo të themi konfuziteti i personave, dal nga dal do bie kur do shihen gjërat praktike. Sepse është ajo bindja pak se asgjë s'ka funksionuar dhe kjo do bjerë. E kupton, domethënë ajo të gjikojmë paraprakisht para se me ndodh diçka. Sepse ndoshta edhe përvoja ka bët vete. Ndoshta edhe ato mos respektimi i shumë gjërave ka sjellë që ne tash të jemi skeptik për çdo gjë që vjen. Po t'ja lëm kohës, derisa do fillojmë ne pamë edhe gjatë periudhës së testimit, ti edhe po të doje të vozitje më tepër, nuk e shanca ai tjetri afër teje po e respekton. Edhe për shembull për pirjen e cigares, ti edhe po të duash të hi në një objekt të mbyllur, aty skepe për rast kush nuk pin dhe ti nuk do e normal, do e përmbash veten, do e pish kafen dhe do dalish. E kupton, do të thotë ne duhet kohë pak për t'i parë to gjëra se si funksionojnë në rregull, pastaj t'i përvetësojmë dhe t'i shohim benefitet. Ne do ndalim edhe pak më shumë te komfort zona, po te ajo zona e komfortit, po vetëm pas publicitetit shkojmë me një shkëputje dhe rikthehemi sërish në studio. Ja ku po rikthehemi sërish së bashku dhe ne pak më parë diskutonim në atë që nëse kaosi është zona e komfortit, ne do na pëlqen dhe do ndihemi më rehat të rrim aty, pavarësisht që ndoshta kaosi nuk mund të jetë situata më e duhur ndoshta në moment. Du di, në aspektin psikologjik, si një psikologe, e shihni më të bëshme ose me më pak rezistencë kur nga kaosi, po e marrim kështu si metaforë, tani po e përgjithsojmë, po nga kaosi kalojmë në rregull gradualisht, apo kalojmë për një moment, ose siç është rasti me sjelljen e ligjeve, që sillet ligje dhe tashmë ke sanksione. Cilën shoqëria e pranon më saktë, sidomos shoqëria jonë? Atë të thash ndoshta edhe më herët ndryshimet e mira, populli thot punët e mira vijnë dal nga dale, po kupton. Tani kur ndryshimi vjen aty për një herësh, personat e marrin si imponim, dhe nuk është se do e pranojnë duar hapur. Përkundrazi, do rezistojnë, do rebelohen, do kundërshtojnë gjithçka që ata sepse nëse mua më imponon dikush diçka, unë e marr atë si sulm, e marr si sulm personal. Dhe tani nëse nëse janë disa gjëra shumë të prera dhe unë nuk kam zgjedhje tjetër, normal se unë do të tentoj gjithçka për ta zgjatur atë. Çdo gjë që kam në potencialin tim. Fillimisht do reagoj, pastaj do kritikoj, pastaj do tentoj të gjej ndonjë shembull, pastaj do përvetësoj diçka, do analizoj për ta mbrojtur vetëm për shkak se gjithë kjo situatë mua më vjen sikur është një sulm. Tani nuk mund ta bësh këtë, nuk mund ta bësh atë, e kupton. Tani më vjen nga një kaos total, tani unë duhet të vihem shumë në rregull. Gjë që edhe të themi edhe hemostaza trupore nuk e bardh këtë ndryshime, ke parasysh. Kështu që më e shëndetshme edhe në aspektin psikologjik, po edhe në aspektet e tjera, besoj se është ajo të vjen gradualisht. Ishte mirë ajo, domethënë periudha e testimit, po besoj se do ishte akoma më mirë që të zgjaset pak ose të jepesh diçka tjetër përpara se të jepesh domethënë ajo verdikti final për të fuqizuar ligjin, për shkak se është një periudhë shumë e shkurtër, domethënë ajo kalimi nga një gjendje, të themi me vite të njerëzve që jetojnë në zonën e komfortit, aty për një herë tani të del dhe të filloj të respektoj dhe të jetoj më ndryshe se ka menduar, vetë ju jep njeriu një konfuzitet dhe stres dhe gjitha këto reagimet janë shumë spontane dhe janë shumë normale. Pra edhe i pam edhe i shohim dita ditës reagimet, kështu që edhe një periudhë kohore shtesë do ishte më mirë. Ndoshta të debatoheshte, ndoshta të fliseshte, ndoshta të sqaroheshte se thon më tepër, do ishte shumë e pranojshme për shkak se atë njerëzit vetë thonë, "Okej, çka prisni atëherë, na jepni." A kupton? Sepse njeriu duhet të bindet në diçka për të pranuar si të tillë. Nëse unë kam jetuar me vite në komfort zonë dhe vjen tjera dhe thua, "Shiko, Fatime, ti deri sot ke jetuar kështu, po kjo mënyra jote nuk funksionon, tani prej nesër ti duhet të jetosh kështu." Si mendon? Mendoj nuk është diçka që unë do e pranoj me dashamirësi ose do ta pranoj ti si një këshill të mirë. Po ç'pati tani ti
A kupton? Çfarë pati që më sulmon, se unë e marr atë si sulm, diçka shumë personale, them, çfarë të pengon ti tani stili jetës time? E ke parasysh. Dhe kjo formë po e bën një paralelizëm, domethënë, dhe kjo gjendje domethënë i nicon dhe i detiron njerëzit, të themi, kushtimisht i detiron, po të reagojnë, duan apo s'duan. Edhe ne kemi parë, domethënë, po e shohim ditës se si janë ato reagimet. Po nëse ti vjen dhe thua, shiko, ti deri sot ke jetuar, ndoshta ka një opcion shumë të mirë, bëhet në krejt botën, ke shëtitur, të ka rastis, ke shkuar, kemi familjar, kam folur për këtë gjë, i kemi pa dhe vetë, duhet edhe ne, domethënë, të him në këtë, në këto drejt, në këto punë dhe ti fillojmë ti aplikojmë, sepse nuk kemi asgjë mangët nga ata që funksionojnë dhe jetojnë ashtu si duhet. Atëherë unë duhet marrë këtë me shumë sportivitet, me shumë pozitivitet dhe them, okej, atëherë përshpejtoj procedurat se kjo është, nuk ka nevojë pse të presim. Dhe rastin e ditu nuk e marrë si imponim, po të parin, mendoj se edhe ti e kupton vetë se mua do më vinë si imponim dhe si sulm privat, që në thënë personal, që në këto raste nuk është se është diçka personale, po natyra njeriu të kap ashtu. Kur mua më cenohet diçka, atëherë edhe ashtu e marrë, më thënë, edhe ashtu e shikoj situatën. Po tani, kjo që themi ne është shumë korekte, po sa kemi kohë vërtet dhe sa mund t'i japim kohë njëri tjetrit, to është diçka tjetër. Përsëri flasim për proceset të cilat duhet të fillojnë, një ditë, më thënë, vjen koha duhet të fillojmë dhe ndoshta duhet të mendojnë më mirë se si t'u qasemi. Më thënë, çfarë qasje t'u japim, si të shikohen dhe si të pranë, si t'i plasojmë publikut, si t'ja japim publikut disa gjëra. Se ne e dim, se është në psikologji dhe në terapi është një teori e shumë e mirë dhe e njohur, thot teoria paradoksale. Sado që njeriu të do ndryshimin, përsëri do rezistoj. Përsëri reziston, për shkak të komfort zonës dhe për shkak të gjitha gjërave që i përmendën. Dhe nëse unë dëshiroj të bindi kënd se shiko po dole ti prej zonës krejt jashtë, është krejt ajo botë dhe krejt ajo bukuria, unë duhet të jap maksimumin tim dhe të jap më të mirën të mundshme që të jem më bindse, po jo me imponim apo me, të themi, kushtimisht me kushtëzime, se nëse nuk e bën këtë, do pësosh këtë. Po thjesht me, të themi, duke mundësuar personit që vërtet ta kap esencën, sepse unë tentoj që ai person të lëviz prej vendit, kush do të ecë para dhe të kap të thon ato ndryshime që janë jashtë zonës. Në juridik ekziston një dilemë, edhe në fakt popullata shumë shpesh e përmendën, është momenti që a duhet ligji të përshtatet një shoqërie e cila për shembull është zhvilluar dhe duhet ligji të përditësohet, apo duhet ligji të vije i përditësuar dhe një diçka risi dhe shoqëria të përshtatet kësaj risie. Shumë shpesh qytetarët thonë, po i marrin ligjet nga Suedia, Norvegjia e në Maqedonia s'është Norvegji e Suedi. Në aspektin psikologjik, cila është më e duhur? Ta presim që shoqëria gradualisht të zhvillohet dhe më pas të kemi ligje të zhvilluara, e që ndoshta kjo mund të merr shumë vite, apo të bëhet vice versa e kundërta? Po tani, praktikisht dhe pragmatikisht duhet të bëhet e dyta para së parës, po ne dhe në edukim e përdorim edhe një, të themi, në një aspekt tjetër. Ti shihe masën, edhe nivelin e interesi dhe nivelin e zhvillimit të masës, edhe pastaj qasu. Ke parasysh. Është sikur, përsëri kthejmë prapë e parapëlqim të parën. Për shkak se ne duhet ta dimë vetdijen kolektive të njerëzve tanë. E kupton? Okej, kjo merr shumë kohë. Dhe ndoshta duhet të bëhen disa gjëra në mënyrë paralele, që derisa ne po tentojmë të ngrisim nivelin e vetëdijsimit, në anën tjetër neve edhe e shtim edhe ligjin, të themi, i ndërlidhim gjërat. Po pa mos e parë dhe pa mos analizuar çfarë mase keti para, për shembull ne nëse shkojmë dhe kështu flasim, të themi, në shkollë fillore, kemi aty nxënës të vegjël, 10 vjeçar, 9 vjeçar, që zhvillimi i tyre kognitiv është aq sa është, ata nuk kuptojnë mënyrë se si flasim ne, nuk do arrim qëllimin e duhur. Çka do bëjmë? Më tepër do i bëjmë konfuz dhe më tepër do i hutojmë nxënësit se sa qëllimin, ndoshta kemi patur qëllimin shumë të mirë, tema mund të jetë perfekte, përgatitja jonë të jetë nivel, po masa të cilës ne jemi drejtuar, nuk është nivel që ti kuptoj gjërat këtë mënyrë se si ne i themi, është e njëjta era, ne prandaj bëjmë edhe paralelizmin, është e njëjta, do të thënë,
njerë të shihet ku jemi në si shoqëri. Mbaj mend si dështoi programi për në arsimin, apo ishte kur morën libra nga Cambridge. Nuk mundeshte të baj sistemi, për shkak pse? Sepse nuk ke për ti njerëz të përgatitur. E kupton? Do të thotë, është e mira e së mirës është të shkojnë gjërat paralelisht, derisa ti mundohesh të informosh, derisa ti procesi i parë, shkalla e parë për të ndihmuar shoqërisë që të ngritet, domethënë si shoqëri dhe të arrihet ajo vendisimi kolektiv është informimi, dhe derisa ti informon, ti edukon, i përgatit, edhe aq, domethënë pastaj derisa vjen te shkalla e tretë, ti vetëm më e implementon edhe ligjin apo e vën në fuqi edhe atë që ka qenë qëllimi primar. Po besoj pa përgatitje, pak i të kalu këto dy fazet e para, nuk është se do ketë shumë efekt. Okej, tani të themi ne jemi të rritur dhe flitet për tema që e tangojnë popullatën e rritur, po përsëri masa nëse merret shoqëria në përgjithësi, e shohim se për disa gjëra nuk e ka arritur shumë edhe atë, të themi, maturimin kolektiv. Kështu që e mira e së mirës do të ishe për disa gjëra pak të priteshe. Ose të paktën të mundoheshim të në mënyrë paralele të shkojnë disa gjëra. Ndoshta edhe pak të vazhdohesht ajo periudha e përgatitjes psikologjike, sepse njerëzit përkundër aspektit, domethënë tjera, e ke parasysh tani ti në këtë kohë, në këtë trafik të Shkupit, të vozishish 50, edhe ti jesh i qetë. Besoj, është shumë e vështirë. Sidomos nëse je gjak nxehtë. E prandaj, domethënë kjo të themi, si ta them më ndryshe, domethënë kjo papërgatitje personave në këtë aspekt ju shton akoma më tepër edhe ato pikpyetje që i kanë. Mos i përmendim pastaj gjëra tjera, po vetëm këtë momentin tani merre dhe analizoj dhe mendoj se sa të papërgatitur psikologjikisht njerëzit janë për gjithë këtë. Sepse unë jam e sigurt se do ballafaqohemi me gjëra nga më të ndryshme derisa presim ti, domethënë duket psikologjikisht nuk mund të jetë njeriu i qetë në atë moment kur ti më e shoh se edhe s'don të respektosh ligjin për shkak se gjithë masa tjerë domethënë e respektojnë, po në fakt vetëm Zoti dhe personi e din se si do arrijë në punë, po si është për momentin dhe sa do mund ta përballojë ai në mënyrë të shëndetshme të themi gjithë atë situatë. Besoj se do filloj tani me një shkurt edhe do i shohim ndoshta ditët e para edhe gjitha këto reagimet. Ndoshta këto shqetësimet, të themi këto kundërshtimet tani duken shumë në vend, po me kohë do shohim se dhe vetë edhe njerëzit do kuptojnë se nuk pas ka qenë edhe aq keq sa i kisha menduar, po mirë pas ka qenë, domethënë pas ka dashur edhe më herë, po do adaptohemi, sigurisht do adaptohemi, për shkak se e them përsëri, kontrolla është tek ne jemi ata që e marrim timonin, ne jemi ata që japim të themi shpejtësinë, dhe ne duhet jemi të vetëdijshëm se disa gjëra është më mirë të jenë me kohë të vendosura që pastaj neve të dimë se çka dhe ku të bëjmë, dhe ne duhet jemi ata të vetëdijshëm që gabimi mund të shkakton dëm të madh në shoqëri dhe pastaj ky lloj mendimit dhe ky lloj rezonimit besoj se do reflektohet edhe në shoqëri. Ne jemi në fund të bisedës së bashku, nuk e di nëse ka mbet diçka për fund që doni të thoni, ndoshta ndonjë këshill ose jo, ose i kemi përmbledh të gjitha në këtë bisedë. Po, këshill, besoj tani kam një këshill të themi të sinqertë, ti japim kohës kohë, ne themi shumë herë, ti japim kohës kohë, se jo çdo gjë që ndonjëherë themi në psikologji zakonisht nuk është problemi vetë problemi, Shumica në rasteve problemi është se si i shohim ne problemin sa është. Kështu që është pak më metakognitive, po porosjemi do ishte mos e shohim për njerë si problem. Ti japim kohë se neve dim të funksionojmë edhe shumë më mirë se sa. Domethënë, jemi qenje inteligjente, jemi njerëz, jemi persona që kemi kaluar, të themi, jemi adaptuar në çdo lloj situate edhe këtë do të kalojmë. Kështu që të themi pak më me qetësi, pak më të themi kokë të gjaktësi dhe të shohim punët se si do kalojnë. Japim kohës kohë, vetes kohë, sepse çdo adaptim kërkon kohë dhe kërkon pak durim, pak më tepër tolerancë në komunikacion, të mundohemi të mos na merr stresi që në mëngjes për të na kap komunikacioni, po kjo është qyteti, ne gjithë e dim. Gjithmonë kemi pasur vështirësi në disa gjëra, po besoj se jemi mjaftueshëm të themi të vetëdijshëm për veprimet tona dhe për pasojat që i bëjmë. Faleminderit shumë që ndat kohë për sot. Faleminderit edhe juve për ftesën.